Qyteti i Bilishtit ka tashmë një hapësirë të re sportive në shërbim të rinjve. Ditën e mërkurë është inauguruar zyrtarisht Akademia e Arteve Marciale, një nismë që synon të promovojë sportet luftarake dhe të krijojë mundësi të reja për aktivizimin e fëmijëve dhe të rinjve në aktivitetet sportive. Ceremonia e hapjes u zhvillua në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Andrea Balli, ku të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit vendor, trajnerë, sportistë dhe qytetarë të kësaj bashkie. Aktiviteti u shoqërua me demonstrime të teknikave të taekwondo, si dhe ndeshje boksi, të cilat sollën një atmosferë të veçantë tek publiku. Kjo akademi vjen si një përgjigje konkrete ndaj nevojës që kanë pasur të rinjtë e zonës për të praktikuar sporte të tilla, pa qenë të detyruar të udhëtojnë drejt qyteteve të tjera. Një mundësi e artë për qytetin e Bilishtit. U rihap Akademia e Arteve Marciale në këtë qytet me mundësinë e kryetarit të bashkisë dhe bashkia Devot. Ja u dha këtë mundësi të artë qytetarëve të saj, rinisë të saj, për të praktikuar sportet marciale luftarake si taekwondo dhe boks. Përfaqësues të sportit në nivel rajonal vlerësuan bashkëpunimin mes institucioneve dhe aktorëve sportiv, duke konsideruar atë një model për të ndjekur. Një fillim të mbarë për këtë nismë që kemi marrë ne si bashki në përmjet Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe për të zhvilluar në bashkinë tonë një sport të ri i cili ka munguar kësaj bashkie dhe këtyre fëmijëve të cilët e adhurojnë sportin e taekwondos. Është një nismë e propozuar nga autori, por në bashkia e mbështetit dhe do bëj gjithë çka mundet për ta mbështetur dhe më tej. Hapja e Akademisë së Arteve Marciale në Bilisht pritet të ndikojë pozitivisht jo vetëm në zhvillimin sportiv të rinjve, por edhe në përfshirjen e tyre në aktivitete të shëndetshme, larg fenomeneve negative. Një iniciativë dhe një bashkëpunim i mrekullueshëm që të hapet një derë për sportin, kjo do të thotë zoti kryetar që nuk hapin një derë për sportin vetëm, por për të ardhmen tonë, për këta të rinj që do të bashkohen tek bashkia juaj për të bërë këtë sport jo kaq të thjesht dhe jo vetëm taekwondo, por kemi disa lloje sportesh, apo jo profesor. Është një bashkëpunim që duhet të marrin shembull të gjithë drejtuesit, jo vetëm lokal, por dhe qendror. Me këtë iniciativë, Bilishti i shtohet hartës së qyteteve që po investohet në sport dhe në të ardhmen e brezit të ri, duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e talenteve dhe promovimin e një stili jetese aktiv.